Tiranë, pacientja përfundon në spital nga reaksioni i ilaçeve në nënhetim, mjekja dhe infermierja. Një mjeke dhe një infermiere janë vënë në nënhetim nga policia e Tiranës. Ato u vunë në nënhetim pasi një 56 vjeçare u dërgua në spital si pasojë një reaksioni nga medikamentet. Policia thotë se mjekimin e kishte përshkruar mjekja 46 vjeçare, ndërsa aplikimi i injeksioneve ishte kryer në banesë nga infermierja 71 vjeçare në pension. Aktualisht, 56 vjeçaria ndodhet në nën kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë nr. 3 referuan materialet në prokurori ku u nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetaset EH 46 vjeç dhe me detyrë mjeke dhe atë 71 vjeç. Infermiera aktualisht në pension, pasi ditën e djeshme, shtetësja FK 56 vjeç është dërguar në spital si pasojë një reaksioni nga medikamentet. Nga veprimet hetimore paraprake rezultoi se mjekimi ishte përshtatur nga shtetësja EH, ndërsa aplikimi i injeksioneve është kryer në banesë nga shtetësja T. Aktualisht, 56 vjeçja ndodhet nën kujdesin e mjekëve, njoftoi policia.